Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi dakhilak ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ne vazhdojmë të flasim rreth marrëdhënies së dashnisë së besimtarit me Allahun Azza wa Jall. Mirpo askush nuk duhet mendojnë se në rrugën e dashnisë drejt forcimit të besimit dhe marrëdhënies me Zotin e Gjithësisë nuk ka çmim. Jo ka çmim. Edhe ka një çmim shumë të madh. Në krye të herës, besimtari, muslimani duhet të di se kjo botë është vend i sprovave. Edhe pa kalu në sprova nuk mrihet në xhennet. Secili prej nesh po të bëjë një përllogaritje se çfarë ka përjetuar gjatë një viti kalendarik, nga dita e sotme, nga ky moment. Çfarë ka përjetuar, çfarë ka kaluar? Do t'i thu, valla, kam pas këtë një shqetësim, 2 strese, halle, telashe, një kështu një. Që do thotë se njeriu në momente të caktuara të vitit do të sprovohet. Edhe besimtari duhet me keni vëmendshëm, sepse sprovat nuk janë ndëshkim nga Allahu Azza wa Jall. Disa njerëz të thonë që po pse Zoti këtij i jep edhe mua nuk më jep? Pse Allahu më çon mua këto sprova njëna mas tjetrës? A janë të ndëshkim nga Allahu? Jo, nuk janë ndëshkim nga Allahu. Përderisa ti je korrekt në rrugën e Zotit tënd, dhe përderisa ti je rrugëtues i sinqert në hak të Zotit tënd, sprovat janë si veprimi që bën ai mjeshtri kur e merr arin edhe e fut në zjarr për ta pastruar nga meteorina të ndryshme dhe për dal i pastër, i kulluar. Edhe thuhet 24 karat. Ka edhe më pak, ka edhe 21, ka edhe 18, tamam? 24 karat. Për besimtari, kur sprovohet në jetën e tij të përkohshme, pra të kësaj bote, duhet i perceptoj këto sprova dhe këto sfida me të cilat përballet si shenjë e dashnisë së Allahut Azza wa Jall ndaj tij, i cili don me e sprovu edhe don me enaltësu në marrëdhënien e tij me robin e tij. Dikush sprovohet me pasuni, dikush sprovohet me varfëni, dhe të dy janë në urë të siratit, ose të kalojnë me faqe të bardhë, ose të bien. Në rastin tonë, të bien nga mungesa durimit, nga mungesa e urtësisë në sjellje me atë sprovë me të cilën përballen, edhe mungesa e përgjegjësisë ndaj Allahut Azza wa Jall, sepse në fillim dhe në fund Allah Azza wa Jall na thot në Kur'anin familjar, thuaj, nuk do të na kaploj përveç se asaj që Allah Azza wa Jall kataba lana. Ne nuk na kaplon asgjë e mirë apo e keqe përtej asaj që na ka shkruar Zoti jon. Me sa lejo mbyll. Me sa lejo mbyll. Tash hajdeni t'ju lexoj një ajet kuranor që duhet të jetë edhe pjesë e këtij cikli ligjëratash. Ajeti 24 i surës Tobe. Një ajet kuranor shumë i rëndësishëm, por shumë i rrezikshëm edhe shumë vendimtar në marrëdhënien që muslimani ka e duhet të ketë me Zotin e tij. Allah Azza wa Jall urdhon dhe thot: Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Çfarë do të thotë? Të thuaj, nëse baballarët tuaj, edhe fëmijët tuaj, edhe vëllezërit tuaj, edhe gratë tuaja, edhe farefisi juaj, edhe pasurit që keni fituar, edhe tregtit
që frigoheni, që të dështojnë, atë ngelen stok, vend banimet që ju i pëlqeni. Nëse këto janë ma të dashtuna për ju se Allahu dhe i dërguari i tij dhe gjihadi në rrugën e Allahut, atëherë përgatituni, sepse Allahu do të sjellë ndëshkimin e tij, sepse Allahu nuk udhëzon një popull të devijuar. Meseleja shumë e rëndësishme, po shumë e rrezikshme. Ky është një ajet kuranor shumë vendimtar, që përcakton pozitën ku unë edhe ju e jemi në këtë botë në marrëdhënie me Zotin ton Azza wa Jall. E para, ka thënë thuaj nëse baballarët tuaj, pra janë ma të dashtun tek ju se sa Allahu e pejgamberi dhe gjihadi. Pse baballarët? Në tefsirin e këtij ajeti kuranor, hoxha e jon Muhammed Ratib Nabulsi thotë, me vizitoi një herë një vëlla, pra një i njohur, edhe më tha se në emrin tim kam të shënuar 900 milion dollar toka dhe pasuni të paluqme që mi ka lanë baba. Ndërsa vllai im jeton me një taksi. Pra baba i ka lanë një djalë miliona dhe e ka privu djalin tjetër nga pasunia e tij. Ku është drejtësia? Pyet hoxha. Hajde pa këtu edhe shihni pasqyrën e këtij ajeti kuranor, edhe këtyre realiteteve dhe sa dhe shumë të janë, prind për shembull që përpiqen me ndalu fëmijët e tyre për të qenë besimtar. Për shembull, dikush më thotë, du me ardhë në xhami, mirë po nuk më lën baba. Du me ardhë në xhami, mirë po nana më del para. Du me e ninu Ramazanin, mirë po baba ose nana më thonë, e për çka ke si në Ramazanin? Po smuresh? Po shpesh të zet, po është ftoft, po si rrihet ta ditën pa hangër, po si rrihet ta ditën pa pi? Allah. Ka shumë njerëz në realitetet e sotme që i privojnë fëmijët e tyre për të dëshmuar vlerat e besimit. Dikush i thotë vajzës së saj fjala bie që a ke lut menç? Me umlu? Me u basi plak? Me u basi arabe? Me u basi kështu? Me u basi ashtu? Po me njek modën, po me njek trendin, po shifi i shoqet tuja. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, kur në thot në këtë moment, që thuaj, nëse baballarët tuaj, edhe është sjell baba se baba është i Zoti i shtëpisë, edhe pikë referimit. Pra nëse edhe baba, në marrëdhënien që ti ke me Allahun subhanahu wa ta'ala, ndërhyn në mes, edhe ti e ndjek atë, do të thotë se ti po rrshet drejt devijimit. Ti po bash prej fusaqëve. Inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin. Allahu nuk e udhëzon një popull të çturur. Baba edhe nana janë dy njerëzit më të shenjtë në jetën tonë. I kemi për mikry, i kemi në bebet synit, i kemi gjithçka. Por deri në një kufi, nëse baba dhe nana të ndalojnë në marrëdhënien tënde të drejtë për drejtë me Allahun Azza wa Jall, ti je në një sprovë. Ose të shkosh nga dashnia e Allahut Azza wa Jall, ose të ndjekësh fjalën edhe udhëzimin e nanës edhe babës në këtë rast dhe të përfitosh vullën e inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin. Allahu nuk i udhëzon njerëzit e devijuar. Të jeni të bindur që çdo babë në botë dhe çdo nanë në botë, fëmia i të cilit udhëzohet drejt vlerave të Islamit, pasha Allahun ka me kenë i shpëtuar dhe i vlerësuar, edhe i fituar në këtë botë dhe në jetën e përteme. Wallahi. Absolutisht. Edhe në jetën e përteme. Edhe nëse nuk është praktikant, edhe nëse rrin me këto mend që ka, Zoti na ruaj me kenë prej mushrikëve, po poshtë shirkut. Sepse fëmia besimtar ka me vazhdu me u lut për prindin e tij, edhe për këtë prindin që e ka ndaluar me shku në xhami. Edhe për këtë nanën që e ka ndaluar me vendos hijabin, ka me u lut për shpirtin e saj. Sa është besimtare, sa është besimtar ky fëmia. E dyta, fëmijët, thuaj nëse baballarët tuaj dhe fëmijët tuaj, nuk ka thënë ose fëmijët tuaj, baballarët, fëmijët, gratë, motrat, vëllezërit dhe të gjithë varg, se mund të jetë njëri, mund mos jetë tjetri. Po mund të jetë pengesë njëri, e mund të jenë 2 pengesa, 3 pengesa, 4 pengesa, e mund të jenë krejt pengesa. Do të jenë në një sprovë shumë të madhe, çfarë veprosh?
thuaj nëse baballarët tuaj dhe fëmijët tuaj, tash janë fëmijët, ka raste kur njeriu e thyn urdhrin e Zotit për hatrin e fëmijëve. Pse? Sepse thot, u pranoj të bëj edhe harame, edhe të devijoj, por mos të prishi një nivel të caktuar që kam vendos në mendjen time, që të jetë niveli në cilin jetojnë fëmijët e mi. Pra, fëmijëve të mi nuk duhet me mungu asgjë. Gruas teme nuk duhet me mungu asgjë. Mirë, po si mos me i mungu asgjë dhe unë të ardhurët e mia i kam në një masë të caktuar. Unë pranoj, thot dikush, me bë edhe haram, veç atyne mos i mungojnë asgjë. Allah. Si pranon me bë edhe haram veç mos i mungojnë asgjë? Ai që pranon me bë edhe haram, pra me bë një punë tjetër ku ka edhe haram apo ka diçka të dyshimt, po fëmijës mos i mungojnë celulari, ndru makinat her pas here, udhëtime, veshje të shtrenjta, pushime, me shku këtu, me shku atje, po gruaja ka një dëshirë, po ka një kërkesë, po mi bën një dhuratë, po ja dën diçka një tjetër, po kemi një drek me filanin, po kemi një darkë me fistekun, po do të shkojmë këtu, po do të shkojmë atje. E do t'i thu një mal me shpenzime, ore ky mal me shpenzime si lëvrohet? Prej ku dalin këto shpenzime? Do t'i thu të ardhurët e mia mujore janë kaq. Shpenzimet janë një mal i madh. Si ti përballoj? Unë do të bëj gjithçka, veç ky mali mos të prishet. Ha ha. Këtu do të thotë se ti po rrezikon të rrëshqasësh aty ku nuk duhet. Ne po flasim për problemet e devijimit, se mund të ketë njerëz që punojnë me djersën e ballit dhe mund të bëjnë një punë, 10 punë dhe Allahu ja begatoft. Edhe mund të kenë miliona të ardhuna, Allah azza wa jalla begatoft. Mos i ngatrojmë gjanat. Tamam. Ne në Islam, burri në Islam është përgjegjës për gruan e tij dhe fëmijët e tij sipas parimit të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ti ushqesh me atë që ti ushqehesh dhe ti veshësh me atë që ti veshësh. Dhe me thanë, niveli i të ardhunave tuaja mujore është niveli i jetesës tënde mujore, mesela ja mbyllet. Jo po gruaja ime ka kërkesa të shumta, jo po ne bëjmë shamat për çdo ditë në shtëpi, jo po fëmijët kanë kërkesa, do të thotë ti nuk je burr fare, se jo burr i dështuar. Ti je mashkull i dështuar, sepse je i paaft të drejtosh edhe familjen tënde në rrugën e hallallit. Po të fitoj gjithçka, jo po familja, jo po rinia, jo po koha. Aha. Allah subhanahu wa taala është duke të thënë, rrezikun unë ta kam dhënë, jetën unë ta kam dhënë, gjithçka është në dorën time, marrësia, suksesi, gjithçka është në dorën time. Edhe ti ankohesh? Subhanallah. Ai ngrati njeri. I ngrati njeri që rrehet për pak. Shoh dikën që thot i kam bler djalit një celular. Okej, celulari i djalit është më i mirë se sa celulari i babës. Allah. Çfarë bën djali me celularin? Me u bë parazit, mu krrus. E keni parasysh? Mu krrus. Mu bë njëri i veçuar nga bota, një cep atje, djali veç të lut në celular, vajza veç të lut në celular. Don me fol me ta, ai nuk din me fol. Ti jep selam, ai nuk din me marr selamin. Allah, çka ka ndodhur kështu? Çka ndodh të dashurit e mi? Profile të ndryshme në rrjetet sociale, udhëtime, shëtitje, kjo ajo, miliarderi, milioneri, o vëllezër. Këto reklamat që shohim dita natës në rrjetet sociale janë të mirë studiuar prej atyre që punojnë ditë natë për me e prish cilësinë e rasës njerëzore. Ata nuk janë pika referimi për ne. Ata nuk duhet të jenë pika referimi për familjen tonë, për fëmijët tanë. Sot reklamohet me të madhe e prishja e familjes përmes këtyre reklamave. Sa zënka ndodhin çdo ditë në familjet tona muslimane, por jo vetëm, në familjet tona, domethënë familjet njerëzore, gjithandaj. Për fajt të këtyre reklamave, ka dalë një lavatriçe e re, ka dalë një frigorifer i ri, ka dalë një makineri e re, ka dalë një diçka e re, jo po ka reklamu ky, jo po kishte provu edhe ai, jo po ka dalë kjo, jo po ka dalë ai, edhe fillojnë zënkat në shtëpi ndërkohë që Allah azza wa jall të ka dhënë bereqet në shtëpi dhe ti ke diçka që keq, të punon shumë mirë, jo po duhet një e re. Ti nuk din me respektu ekuilibrin e rrezikut. Edhe nuk din me respektu ekuilibrin e kaderit në jetën tënde të përditshme. Dhe kjo është një problem shumë i madh. Ky është një problem shumë i madh. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. E treta, vëllezërit. Thuaj nëse baballarët tuaj, fëmijët tuaj, e vëllezërit tuaj. Vëllezërit që përmenden këtu
ka për qëllim vëllezërit e motrat. Tamam? Ka njerëz të dashurit e mi që për hatër të familjarëve të tyre, të vëllezërve të tyre, motrave të tyre, mbrojnë edhe haramet, bajnë harame, veprojnë harame dhe nuk pyesin se është interesi i familjes, se interesi i vllas, se interesi i motrës. Për shembull, kemi pas në një herë një konflikt me drejtuesin e një institucioni këtu. Në kohën e atij që i ka met peng ligji i tokës. Keni parasysh është një ligj famkeq që pas vitit 90 është aplikuar në vendin tonë dhe e ka bërë Shqipërinë lamsh. I ngrati ai dhe të ngrat ata që kanë miratuar atë ligj në ditën e gjykimit. Kanë bëm lamsh botën. Ka familje e farefise që janë vrarë e vriten akoma sot për hatër të atij shejtan ligji. E aty në shejtan njerëz, që sot në njëri prej tyre thotë e kam peng. Tamam? Kishim në një konflikt me drejtorin e kadastrës këtu në Shkodër. Sepse zotnia i tij i kishte legalizuar djalit të Axhës xhaminë e Garucit. Po a ka faqe të zezë më të madhe? A ka faqe të zezë më të madhe? Se sa ti duke qenë edhe musliman, token e Zotit, token e shenjt, token e xhamis, token ku ka vu baba jote, nana jote, e gjyshit tuaj, koken në sejdë, atë tokë ti ja legalizon djalit të Axhës. Pse? Sepse ajo është më afër se sa Zoti. Pse? Se ajo është më afër se sa ndjenja e besimit. Sepse njeriu të dashurit e mi, përveç emrit që mund ta ketë kështu apo ashtu, është thelbi i tij. Kur thelbi është i prishun, ti mos pyet pastaj për emra. Mos pyet për emra. Po ky është musliman, ky ka emër musliman. Le për këto prralla. Allah subhanahu wa taala kur na tërheq vëmendjen për këtë të dashurit e mi, e bën për të na bë me jetu me ekuilibër, sepse Allahu azza wa jall e din më së miri se si është njeriu dhe si vepron njeriu. Unë përmenda dosjen e vakfit, po ka borxhe. Ka borxhet. Dosja e borxheve, problemi i borxheve gjithandaj në përbot është problematik. Po çështja me pronat, me pronësinë, njerëz që kanë akoma sot hasmëri, nuk flet vllau me vllan për një pllum tokë. Madje edhe vriten për një pllum tokë. Fa Allahu subhanahu wa taala kur na e përmend këtë, e pritni atëherë ndëshkimin e Allahut. Cili është ndëshkimi i Allahut? Ndëshkimi i Allahut është kjo që ne e përjetojmë sot. Kjo që e përjetojmë gjithë secili prej nesh, me gjithë secilin për këtyre kategori. Qoftë në familje, qoftë në punë, qoftë në jetën e përditshme, qoftë në farefis, qoftë në një vend ku jetojmë në Shkodër, në Shqipëri, me qeverisjen, me ky është ndëshkimi i Allahut. Mos pritni se do të binë rrufe nga qielli. Çfarë është ndëshkimi i Allahut? Kur ti hum amanetin e vakfit. Çfarë është ndëshkimi i Allahut kur ti hum amanetin e respektimit të urdhrit të Allahut? Çfarë është ndëshkimi i Allahut në familjen tënde kur na lën djalin me fal namazin? A na lën vajzën me vu hijabin? Çfarë pret me nol domethënë? Me usadrini? Apo me të this toka? Jo, me të hek Zoti bereqetin në shtëpi. Me kënë gjithmonë i angazhuar me veten tënde. Mos me të zënë gjumi natën. E po si kujtut? E ndëshkimi i Allahut tot. Nuk ka shpërthy vulkan. Aha, nëse pritni vulkane, mos pritni. Por shifni brenda vetes tuaj. Ktu është qëllimi i këtyre fjalëve me të cilat Allah subhanahu wa taala na drejtohet. Edhe e fundit për ditën e sotme dhe inshallah taala kemi marrësi edhe vijojmë javën tjetër edhe gratë tuaja. E ka përmend mas baballarëve, fëmijëve, vëllezërit e motrat ka përmend gratë. Se gruaja shumë e shtrenjtë. Gruaja shumë e shtrenjtë. Por ndjekja e tekave dhe kapriçeve të saj në kundërshtim me udhëzimin hyjnor mund ta transformojë njeriu. E transformon burrin. Nga burr e bën mashkull. Fe ka gra subhanallahu. Dhe Allah azza wa jall është i urtë, na ka përmend në Kur'anin familjar deri gra pejgamberësh që nuk kanë kënë si burrat e tyre. Subhanallahu, sprov. Djem pejgamberësh që nuk kanë kënë si baballarët e tyre. Fe jo gjithçka që gruaja kërkon, sidomos kur është në kundërshtim me urdhrin e Zotit, duhet me i thanë lepe peqe të dashurit e mi. Jo po është koha, jo po gruaja, jo po vajza, jo po Allah Allah. Ju a doni pëlqimin e Allahut? A doni pëlqimin e njerëzve? Sepse pëlqimi i kret njerëzve në kundërshtim me urdhrin e Allahut azza wa jall nuk ka me të bë hajër as dobi, as në këtë botë, as në jetën e përteme, as edhe një fije floku. Mesela mbyllet. I lutemi Allahut azza wa jall më na bëj për ty që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj.
dhe nëse kemi jetë dhe mbarësi, e vazhdojmë prej ku e